Jo, unë nuk mendoj se ka patur një ndikim të tillë. Për shkak se zotëri Sela në Vrapçisht e përkrahi kandidatin e pavarur Zulhajrat Demirin, i cili vinte nga radhat e Ziadin Selës. Është përcaktimi i zotit Sela, është përcaktimi i partisë së tij për të mbështetur njërin apo tjetrin. Këtu në këtë rast në Vrapçisht është ashtu siç po thoni ju. Megjithatë, nëse e marrim 19 tetorin, edhe tani, me sa e di, po ndoshta memorien duhet të na i freskoni edhe ju me shifrat që i keni, zoti Sen Shabani tani ka marrë më tepër vota se sa më 19 tetor. Koalicioni Vlen kishte vetëm mbi 500 vota. Mirë, po mbështetja për zotin Shabani, me sa e di unë, mos më kapni për fjale, duhet t'i verifikojmë shifrat, me krahasu 19 tetor sa ka marrë dhe tash sa ka marrë, mbështetja për zotin Shabani tash është edhe më e madhe se më 19 tetor.